se shkania ime, shikimi yt më tjek si zjarr, pra lumit që ndrojnë të dy, zemër ke një marr. Oj se shkania ime, shikimi yt më tjek si zjarr, pra lumit që ndrojnë të dy, zemër ke një marr. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. Se që më do gjimali për ata syt e tutësi, gjeva hir kur te pashterur, ti më falë gjallëri. Se që më do gjimali për ata syt e tutësi, gjeva hir kur te pashterur, ti më falë gjallëri. Kuptoje një zemër djali, dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që ty të adhuron. 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 Mojze shkanja ime. Unë derisa po bëja intervistat këtu, e ndëgjoja shokun tim, mikun tim, duke këndu Mojze shkanja ime, unë jam këtu përballë poshtë Hotel Mirazhit, deri këtu të vjen të zani, gëzimtar. Mirë se erdhe në emision, na zbukurove emisionin me zërin e bukur edhe me këngët e përzgjedhura. Faleminderit Ros. E ti që të mundova prej atje lart, vrap vishtu bus liqenit. Si kemi pamje edhe këtu të bukur nga Hotel Mirazhi dhe këte liqenit. Në mundohemi ta t'i shfrytëzojmë gjitha bukuritë e strugës. Njerit e di që ke pregatit videoklipin dhe këngën tënde më të fundit. Flasim pak për këngën për videoklipin. Kënga titullohet Urdhër i shpirtit tim, një kompozim i mikut tim Enderes Lumani dhe orkestruesit Vullnet Ibrahimi. Është të bërë realizimi i tij nga produksioni Sfart nga Tirana. Besoj se do jetë një videoklip interesant, ku bëhet fjalë thjesht për një lidhje dashurie mes një çifti të cilët
kanë jetën e tyre, kërkojnë të fejohen, vinë tek mbrëmjet e mia ku unë këndoj karaoke, pastaj më ftojnë në fejesën e tyre ku performoj në një event të bukur këtu në Strugët. Pak a shumë jeta ime muzikore dhe jeta e një çifti të zakonshëm të cilët dashurojnë. Interesante. Jeta e çiftit nuk është jeta jote? Në fakt jeta e çdo kujt mund të jetë, se të gjithë dashurojmë, të gjithë duan dhe na duan dhe prandaj pak a shumë përkapet tek të gjithë natyrat e njerëzve në botë. Po edhe Strugan pak jeni më si romantik. Po shiko. Atë, derisa unë u bëra romantike këtu, rrisha pas liçenit edhe për herë të parë, kështu, nisa të mbyll sytë dhe asën folesh dhe asën bosh të kuqa. Kamerman të më rishin të shalemni të shqyë këtë moment. Mu tetoa më ka heq 5 vite nga romanca ime, gjatë studimeve të mija. Tetova të ka qëment, ka mos ju. Mi ka marrë 5 vite të romancë dhe pastaj derisa u riktheva në realitet më duhesh të pak kohë. Nëse vi unë këtu 5 vjet të bëhem shumë romantike dhe shumë Për 5 javë të garantoj. Atëre po vi Strugja 5 javë qetësohem. Sigurt. Jemi se ardhur të mirëpresim me të gjitha të mirat. Gëzimtar, me që jemi të Struga, të pyes për Strugën. Pas liçenit, me çka e kishe veçu? Për çka e kishe veçu Strugën ti? Në fakt, Zoti e ka për Strugën e bukur, njeriu pak a shumë është i predispozuar për ta prishur. Megjithatë, kur shikon një hotel të këtillë kaq të bukur në këtë breg liçenor, kupton që edhe mund të zbukurohet nga dorë e njeriu. Tani mendoj që Struga është një vend i cili ka kulturë, ka nivel kulturor të jashtëzakonshëm, ka qytetari, ka njerëz të cilët janë vërtet intelektual të mirë, por mendoj dhe besoj që ka nevojë që Struga të qëndroj kështu siç është në kuptimin pozitiv të fjalës, duke mos u larguar njerëz nga vendi, sepse me sa shoh është një trend negativ digi që jo vetëm në Strugë, por gati se tek gjithë shqiptarët e Maqedonisë, mbas edhe në Kosovë dhe në Shqipëri është duke u realizuar. Njerëzit largohen nga këtu dhe një farë mënyre vendlindja dhe adheu nuk pas ka qenë vetëm toka, por e përbëjnë dhe njerëzit që jetojnë në këtë vend. Kështu që çfarë na duhen këto hotele dhe këta shtëpi të bukura, çfarë na duhet ky vend kaq i bukur kur njerëzit largohen dhe ikin. Kur nuk ka njerëz. Dhe kështu që kjo është ajo që unë mendoj që i mungon Strugës. Njerëzit që largohen nga Struga. Është fatkeqësi e madhe. Atë desha të them për dallim nga vitet më hershme, ne njihemi gati 15 vite. Prej fillim karrierës kemi filluar bashkë në festivalin Nota 2001. Edhe pse ne kemi ardhur shumë shpesh në Strugë, unë bëj një farë dallimi, sikurse Struga ka filluar të shuket. Nuk është ajo gjallëria që ka qenë më herët. Është problemi, është se kanë ikur njerëzit apo ka shumë faktorë, është problem multidimensional, nuk mund të flasim vetëm se ikin njerëz, dhe ata që kanë ikur pak a shumë mund të themi nga nevoja për të patur jetë më të mirë, për më shumë të ardhur kështu me radhë, logjike, apo jo. Megjithatë, kur pastaj shikon një vend i cili mund të zhvillohet, mund të krijohet një brend turistik botëror, siç mund të jetë, ku diun, Budva në Maltëzi, pse mos bëhet Struga në Maqedoni dhe në Ballkan, një Budva dhe tjetër. Por mendoj që një kohë Budvë, problemi, po, e vërtet ka pasur shumë. Tani, më që se shikoni në Strugë, domthonë ke shumë turist nga Holanda. Një gjë që ka qenë karakteristike vitet e 80-ta. Dua të them këtë gjë që mos them fajtor, por një ndër arsyet pse Struga duhet të zhvillohet është që duhet shteti të marrë një falloj strategji, të bëjë një strategji nacionale për zhvillimin e Strugës. Në mënyrë kështu të përcaktuar saktë taksativisht për Strugën. Mendoj që komuna e Strugës nuk ka fuqi të zhvillojë Strugën, as sa ka fuqi shteti. Nëse shikoni, Struga ka një breg 16 km liçenor dhe nuk është zhvilluar mirë. Ka një urë të prishur që nuk është rregulluar, sepse është në kompetencët e shtetit, nëse e diun. Një breg të drinit që nuk është rregulluar as plan nacional. Domethënë shteti ka bërë për mendimin tim dy standarde. Ohri i zhvilluar shumë, Struga e lën anësh. Në këtë mënyrë është pak për të diskutuar kjo. Shpresojmë se do të bëhet mirë. Struga sidoqoftë ka bukurinë prej natyrore, prej Zotit. Kështu që kur investohet edhe kur rregullohet, normalisht që do të bëhet shumë më mirë. Po më vjen gjëna vetëm për një gjë se atë gjallëri që e ka pasur nuk e ka. Megjithatë është tamam qytet pensionerësh. Jo, në fakt ku është rinia? Sepse po i bëjmë edhe pak reklam negative në këtë kontekst. Njerëz ka, vera është bukur, bëhet mirë, vërtet shumë mirë bëhet. Ne jemi në prakë verës. Vera është e vetmja stinë në Strugë që një fallë mënyrë ka gjallëri, kthehen të gjithë. Ka lëvizje, nuk është keq, është shumë mirë, vërtet bëhet bukur. Por nuk mjafton aq, kupton, Struga ka nevojë për më shumë. Për shembull,
Në Strugë ka dhe universitet, dhe Universiteti i Strugës, në kombëtar i Strugës ka goxha studentë që rrotullohen në Strugë dhe një farë mënyre i ka dhënë dhe kësaj në këtë prizëm i ka dhënë goxha lëvizje. Megjithatë as mjafton, duhet më shumë. Dhe shteti duhet mendojë më mirë për Strugën sepse është një gjë që Zoti na ka vënë për një arsye dhe duhet ta realizojmë për të mirën e përgjithshme. Ta lëm pak Strugën anash, ma Struga si do qoftë është e mirë. Është qytet i lezetshëm, është qytet romantik me njerëz mikprica, njerëz të dashur. Unë sa herë kam thënë këtë, edhe kam seksë shumica këngëtarëve kur shkoj në një qytet, s'ka me ju. Unë kam qytetet gjithë i du, gjithë më respektojnë, po në Strugë kur janë, në Pejk kur janë këto qytetet të cilët ndoshta më respektin e mikpritja më zhbën ndoshta mu. Po pëlqen be vlla i du edhe s'ka çfarë. A do të duan me Bigi? Po më duan edhe tash edhe unë i du. Në thu jeta private si është e kësaj. Mirë shkon me bashkëshorten time, Regjien dhe dy fëmijët e mi të vegjël, Habibi 7 vjeçar dhe Luesa 2 vjeçare. Habibi? Tani, po, e ka emrin e gjyshit. Emrin e Adesha. Emrin e gjyshit. Se në Strugë emër Habib pak si... është emër më i bukur në botë për mua. Po, emrin e babit edhe ka një domethënie shumë të mirë. Habib. Dhe mirë, unë në punë, në universitet, si pedagog universitar në Universitetin Kombëtar në Strugë, bashkëshortja si bashkëpunëtore e lartë e tatimeve në komunën e Strugës, fëmijët rriten, bashkë me ta një palomënyre, rritemi dhe ne. Rritemi dhe ne. Dhe kështu është, muzikë sa të duhesh, po punojmë për fundjava, në vikende, mirë është, nuk është keq, jeta shkon bukur, mirë është. Guximtar, të faleminderit shumë, unë e di që më dhaje më herët se kjo, unë e njoh këtë erën e Strugës, edhe kjo era në... Të mbush, sa të duhesh oksigjen. Oksigjen, po mos ftotemi, mos në kas... Në fakt, kjo erë dhe të ftoh, kjo të ftoh. Atëherë, pa mos të ftoh unë ty, a do futesh te Mirazhit ta këndosh edhe një këngë? Me kënaqësinë më të madhe, faleminderit. Hajde, ikim.